Rastin lindi në vitin 2013 në Sherapovic. Asgjë nuk dihet për prindërit e tij. Rrethanat rreth lindjes së tij mbeten të mbuluara nga misteri, me vetëm fragmente informacioni të mbledhura nga regjistrat e spitalit dhe bisedat e përshpëritura me stafit mjekësor. Kishte vetëm një thashëthem se djali lindi me devijime, sepse nëna u përpoq të ndërpriste shtatzanin dhe mori pilula, por nuk ka konfirmim zyrtar për këtë. Mungesa e informacionit të saktë për ditët e tij të hershme do të bëjë më vonë si një bekim, ashtu edhe një barr, duke e mbrojtur nga të vërtetat e dhimbshme, por duke lënë pyetje që mund të mos marrin kurrë përgjigje. Menjëherë pas lindjes, djali u dërgua në një jetimore. Kalimi nga mjedisi steril i spitalit në jetimoren e mbipopulluar ishte tronditës. Institucioni, së shumë të tjerë në rajon, kishte mungesë stafi dhe ishte i mbingarkuar, duke u përpjekur të ofronte kujdes të përshtatshëm për 10 fëmijë me nevoja të ndryshme. Sipas mësuesit, në vend të fytyrës, ai kishte një vrim. Hunda dhe goja i mungonin. Gjendja mjekësore e njohur si çarje e rëndë e fytyrës e kishte lënë rastin me sfida që do të kërkonin operacione të shumta dhe vite reabilitimi. Mësuesit dhe kujdestarët, megjithse me qëllime të mira, nuk ishin të pajisur për të trajtuar nevoja të tilla komplekse mjekësore. Ditët u kthyen në muaj, ndërsa rastin rrinte i shtrirë në krevatin e tij, i varur nga tubat e ushqyerjes dhe kujdesi vazhdueshëm mjekësor. Fëmijët e tjerë në jetimore ndonjëherë shikonin pa kuptuar çfarë po shihnin. Stafi bënte çmos për ta mbrojtur nga sytë kurreshtar, por në një mjedis institucional, privatësia ishte një luks që rrallë ofrohej. Njëherë rastin pa reflektimin e tij në një lodër dhe u frikësua. Ai filloi të mbulonte kokën me një batanie për të fshirur fytyrën. Ky moment shënon një pikë these në zhvillimin e tij psikologjik. Shenja e parë që ai po bëi vetëdijshëm për ndryshimin e tij nga të tjerët. Sipërfaqja e shkëlqyesh me një makinë lodër kishte vepruar si pasqyrë, duke i treguar një imazh që e friksoi dhe hutoi. Që nga ajo ditë, pasqyra dhe sipërfaqja të reflektuese u bën burim ankthi. Ekipi mjekësor që punoi me rastin përfshinte disa nga kirurgët më të aftë të rajonit. Doktor Aleksandr Petro, kirurgu kryesor plastik, kishte parë shumë raste sfiduese, por gjendja e rastin kërkonte një nivel saktësie dhe krijimtarie që shtynte kufijtë e kirurgjisë rekonstruktive. Vetëm pas operacionit të parë, djali u bë si njeri. Ai filloi të fliste dhe mund të hante vetë. Operacioni zgjati mbi 8 orë, u konsiderua një mrekulli mjekësore nga stafi i spitalit. Kur rastin u zgjua dhe pa fytyrën e tij të re për herë të parë, ai e preku butësisht, sikur kishte frikë se mund të zhdukej. Aftësia për të ngrënë ushqim të ngurtë ishte një zbulim. Pa pritur vaktet u bën momente gëzimi në vend të procedurave mjekësore. Por rastin mësoi të ecte vetëm në moshën 4 vjeç. Infermierët thjesht nuk kishin kohë për t'i mësuar djalit pa këmbë se si të përdorte paterica. Prandaj ai lëvizte duke u zvarritur. Korridoret e jetimores dëshmonin për vendosmërinë e tij, ndërsa i tërhiqej nga një dhomë në tjetrën. Duart e tij të vogla zhvillonin kaluse nga dy shemete ashpra. Fëmijët e tjerë ndonjëherë përpiqeshin ta ndihmonin, duke krijuar mbështetëse të improvizuara nga karriket dhe lodrat, por pa proteza të përshtatshme ose trajnim, përparimi ishte i ngadalt. Jeta në jetimore ndiqte një rutinë të rrept. Mëngjesi në orën 7, aktivitete edukative në mëngjes, dreka në mesditë, koha e pushimit dhe darka në orën 6. Për rastin, çdo ditë ishte një seri pengesash për të kapërcyer. Detyrat e thjeshta si të arrinte lodrat në raft ose të mbante ritmin me fëmijët e tjerë gjatë kohës së lojës, kërkonin përpjekje dhe krijimtari shtesë. Gjithçka ndryshoi kur zlobinët takuan rastin. Nika Zlobin kishte kaluar muaj duke hulumtuar agjensitë e birësimit dhe fëmijët me nevoja të veçanta. Historiku shfletuesit të saj të kompjuter ishte i mbuluar me revista mjekësore, forume birësimi dhe histori suksesit të familjeve që kishin mirëpritur fëmijë me aftësi të kufizuara. Burri i saj, Dimitri, fillimisht hezitues për sfidat me të cilat do të përballeshin, përfundimisht dha u bindjen e saj se mund të bënin një ndryshim. Prindërit birësues të rastin zbuluan historinë e tij në internet në një nga faqet e birësimit.
Në atë kohë Nika, një nën birsuese, tashmë kishte vendosur me vendosmëri se donte të merrte një fëmijë me nevoja të veçanta për ta ndihmuar të dilte në botën e madhe. Faqja e birsimit kishte paraqitur historinë e rastin me një fotografi të vetme, një djalë i vogël me sy të ndritshëm që shikonte drejt për drejt në kamerë. Diçka në shikimin e tij kishte kapur zemrën Nikës menjëherë. Ajo printoi fotografinë dhe e mbajti me vete për javë të tëra, përpara se të binte përfundimisht burrin e saj për të vizituar. Udhëtimi për në jetimore zgjati 3 orë në për rrugë të ngushtë fshati. Nika kishte paketuar një çantë plot me lotra, libra dhe ushqime, e pasiguar se çfarë të priste. Dimitri voziti në heshtje, i emocionuar dhe nervoz për takimin që mund të ndryshonte jetën e tyre përgjithmonë. Në takimin e parë, Rastin kishte frikë nga të huajt që erdhën tek ai. Nika ishte me burrin e saj, i cili mbështeti vendimin për të birsuar një fëmijë. Djali qau, shtyu larg lodrat që i sollën, kërkoi të kthehej te shokët. Dhoma e takimit ishte e vogël dhe sterile, me karrike plastike dhe një tavolinë të mbuluar me vizatime fëmijësh. Rasti rinte ulur në një kënd, me këmbën e tij protezë, dukeshin në pantallonat e tij të vogla. Fytyra e tij e rindërtuar, rishtazi, ende mbante shenjat e operacioneve. Si rezultat, ai u lëshua te bashkëmoshatarët që po provonin një shfaqje. Atje djem të ambientuan, u mësuan me të huaj dhe lodrat e reja gjithashtu. Shfaqja ishte një lojë thjesht për kafshët e pyllit dhe Rastin kishte marrë rolin e një bufi të mençur. Pavarësisht kufizimeve të tij fizike, ai u hodh në rol me entuziazëm. Zëri i tij i qartë dhe i fortë thoshte replikat. Duke parë në atë skenë të improvizuar, zlobinët nuk parë një fëmijë me aftësi të kufizuara, por një interpretues të ri me potencial të pashfrytëzuar. Në fund të takimit, zlobinët kuptuan se Rastin do të bëhej fëmia e tyre. Procesi i birsimit zgjati 6 muaj me dokumente, vizita në shtëpi dhe procedura ligjore. Gjatë kësaj kohe ata rinovuan shtëpinë e tyre duke instaluar rampa dhe duke rregulluar mobiljet për të përmbushur nevojat e Rastin. Ata gjithashtu regjistruan në kurse për kujdesin ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara. Kalimi në jetën familjare nuk ishte i menjëhershëm ose i lehtë. Rastin luftonte me mangthe dhe ndonjëherë zgjoi duke thirrur shokët e tij nga jetimorja. Nika rinte pranë krevatit të tij duke lexuar histori dhe duke kënduar ninulla derisa ai të binte përsëri në gjumë. Në familjen e re, Rastin u mësua të ecte me paterica dhe më pas ata paguan për protezën. Protezat ishin të shtrenjta, duke kushtuar gati 1/3 e pagës vjetore të Dimitrit, por familja e konsideroi atë investimin më të mirë që mund të bënin. Procesi përshtatjes kërkoi disa takime për rregullime për të siguruar rahati dhe lëvizshmëri. Djali jo vetëm që mund të lëvizte, por madje filloi të bënte ski. Sportet e dimrit u bën një traditë familjare. Herën e parë që Rastin rrëshiti në një shpatë të butë të qeshurat e tij që i honin në përkodrat e mbuluara me dëbor, Nika qau nga gëzimi. Instruktori i skive, fillimisht skeptik për të mësuar një fëmijë me protezë, u bë një nga mbështetësit më të mëdhenj të Rastin. Fjalimi i Rastin tani drejtohej nga një lokopedist. Seancat javore përqendrohen jo vetëm në shqiptim, por edhe në ndërtimin e vetbesimit në komunikim. Elena Majlova, logopedistja e tij, përdor lojra dhe tregime për ta ndihmuar Rastin të shpreh veten më qartë. Gjithashtu në orarin e fëmijës përfshihen klasa hipoterapie me kuaj dhe notë me delfin. Seancat e hipoterapisë zhvillohen në një fermë jashtë qytetit, ku kuajt e trajnuar posaçërisht ndihmojnë fëmijët me aftësi të kufizuara të përmirësojnë ekuilibrin dhe koordinimin. Noti me delfin zhvillohet gjatë udhëtimeve vjetore në detin e Zi, ku programet e terapisë detare kanë treguar rezultatet e jashtëzakonshme në ndihmën e fëmijëve për të kapërcyer traumat. Ata gjithashtu blen një sintetizues për fëmijë. Në mbrëmje djali luan muzikë dhe këndon këngë me gjyshën e tij të dashur. Muzika është bërë pasioni i Rastin. Repertori i tij përfshin vepra klasike, këngë popullore dhe muzikë pop moderne. Gjyshja e tij, një ish mësuese muzike, një talentin e tij natyral dhe ka filluar të jap mësime zyrtare. Xhirimet e reklamat sociale gjithashtu ndihmojnë në çlirimin e Rastit. Nëna birsuese vëren se kjo është mënyra se si ata arrisin vetvlerësimin e djalit.
Fushatat e reklamuese paraqesin fëmijë me aftësi të kufizuara që ndjekin ëndrat e tyre. Të rastin ka shfaqur në 3 reklama promovimin e përfshirjes dhe aksesibilitetit. Çdo seancë zgjerimi ndërton vetbesimin e tij dhe ndihmon të shihet si një antar i vlefshëm i shoqërisë. Këtë vit Rasti 9 vjeçar shkoi në klasën e parë. Procesi i regjistrimit në shkollë kërkoi takime të gjëra me administratorët, mësuesit dhe avokatët për personat me aftësi të kufizuara. Zlobinët luftuan për të siguruar që Rastin të përfshihen në klasat e rregullta në vetëndarjes në programet e arsimit special. Ai gjithashtu filloi të merret me prarat. Doja u udhëhequr nga Sensei Vulov specializohet në arte marciale të përshtatura. Stërvitja e Rastin përqendrohet në ndërtimin e forcës, fleksibilitetit dhe disiplinës mendore. Bashkëmoshatarët e tij, shumë prej të cilëve gjithashtu kanë aftësi të kufizuara, janë bërë një grup mbështetës. Ndoshta djali do të rritet për të qenë një kampion paralimpik. Trajnerët e tij tashmë kanë vënë re vendosmërinë dhe shpirtin e tij konkurrues të jashtëzakonshëm. Ndërsa shende herët për të parashikuar të ardhmen e tij atletike, Rastin stërvitet me përkushtimin e dikujt shumë të madh. Në përgjithësi, nëna e Rastit vëren se ai është bërë shumë i çliruar, ai ka fituar vetbesim. Kjo është pikërisht ajo që ajo donte. Fëmijët e veçantë duhet të kenë vullnet dhe karizëm për të përballuar vështirësitë e botës përreth, e cila është ende armiqësore ndaj këtyre njerëzve. Nika shpesh reflekton mbi udhëtimin që ata kanë bërë së bashku, nga një fëmijë i frikësuar që fshihet në batanie në një djalë të ri të sigurt që ndjek ëndrat e tij. Transformimi i Rastin ka qenë asgjë më pak se një mrekulli. Familja vazhdon të përballet me sfida, por i përballojnë ato së bashku më të fortë se kurrë. Të dashur miq, nëse ju pëlqeu videoja, ju lutem ta pëlqeni dhe të regjistroni në kanal për më shumë të tjera në të ardhmen.